Për la më bë këtë provojmë njëri, po mirë ka me nguc vetën, mos e lëni vetën kur rahat. Gjithë ngucën nefsin, kur mos e rahat. Si të lëni nefsin rahat, ai fuqizohet. Ai fuqizohet. Nuk bën me lënë nefsin rahat, do të më nguc gjithë me nguc, me provoku. Po ti e përshkon xhenata? Ti, çiftet me shkon xhenet. Thuaj vetes tonë ti mos e thuaj, ti më thon vëllai musliman saf, le të rahat ti. Ti le të jetë rahat, ti vetes tonë thuaj. Ti je nis për xhenata? Po mirë me vëllai, mirë. Në xhenet me çka shkohet? Në xhenet me çka shkon njëri? Me adhurim të Allahut azza xal, apo? Prandaj edhe kom përmend disa raste. Edhe son të bëdu me përmend se është shumë e rëndësishme. Në ndëruar, Allahu xhallahu ala në surën Al-Qari'a e ka përmend me vërtet një pamje të trishtuese që ka ndodhur në Qiyamah. Çfarë është ajo pamje? Allahu xhallahu ala ka përmend se kodrat edhe bjeshkat më të mëdha të fuqishme të kësaj bote do të shndrohen në pambuk apo lesh të shkapërderdhur, kur for peshës ka, kur for lidhës ka. E fryn e gjumë që t'japta. A more vesh? Kodrat. Nëse humb pesha e kodrave, çka mas kësaj vjen rën? Çka? Nëse themi për shembull, apo a dit kur e humb pesha gurit? Ani, jetë pesha shkombit. E ka pesh, apo gurit i pibika vdera, po jetë e ronë kodra. Pana kur Allahu thot bjeshka, apo dhe kodra bëhen kel'ihen, lesh i shprishur. Ai leshi i ngjit me kon, është me baj kallabllak me or pak rënd. Pana kur është i shprishur, këtë i qaravesht, apo ç'a bëhet me? Kur far peshë skopta. Në qoftë se domon këtu s'kan peshë. E çka ka peshë? Allahu thot faman thaqulat mawazinu. Apo fa huwa fi 'ishatin radiyah. Thot e kujt ti vjen rënd peshoja? Pse o met fjalë rënd më përdor hala? Mase që biesh që në rënd mo. E çka met rënd? U met rënd adhurimi ndaj Allahut azza xal. Ti nuk e din sa është i rënd namazit tek Allahu xhallahu ala. Wallahi kodra më u gjujt Allahu namazin i sham. Nuk është e lehtë me thon la ilaha illa Allah. Sa ke rënd? Po kush ka Allah e thëmë, thuaj elhamdulillah Allah që ma ka letu, se s'ka gu që e bon këtë fjallë, nuk ka gu që e bon fjallë në Allah, Allah një kjo është fjallë e ronë, kjo është fjallë e ronë, Allahu Gjelle Gjelalu, i ka thonë Musa a.s. Në qofë se kodrat, bota, krejt që ka ka në tokë, edhe qilt, krejt që ka ka me krejt banor të vetë pas Allah të zhjel, më u vendos me në anë peshojës, dhe në anën tjetër më u vendos la ilaha illallah, kesh me i bajt heq pa kur problemi fjallë la ilaha illallah. Para në një fjallë që si bën hesap, krejt kresë të Allah të me a gjujt me një anë, që sa është e ronë. Apo, a një nga që shtoran këtë vapune? A din që ka kam, dikush vjen i thot i kam 200 kg dukat. Unë e kam një la ilaha illallah që ta me mund me majt, si bëj hesap dukatën Allah. A ke pretu që shtu të Ndaj, besimtari gëzohet me qëtë pesh tronë që Allah e ka jep, apo?